Këtë të mërkurë u zhvillua seanca e radhës për kryebashkiakun e arrestuar Erion Veliaj dhe 29 të pandehur të tjerë. Seanca është shtyrë dhe kuptohet që shtyrja është një veprim i përsëritur nga Erion Veliaj dhe avokatët e tij. Por këtë të mërkurë është dhënë si argument i shtyrjes se i pandehuri Veliaj nuk ka marrë njoftim nga Drejtoria e Burgjeve. Ndërkohë në seancën e kaluar gjyqësore është bërë njoftim i datës, është njoftuar avokati dhe sipas ligjit dhe rregulloreve, Erion Veliaj duhet të vijë në dieni zyrtarisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, më pas Drejtoria e Burgut të JVP-s Durrës. Këtë të mërkurë seanca u shtyr sepse Erion Veliaj nuk ka marrë njoftim. CNA ka paralajmëruar që Adriatik Kupi, kreu i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, është një nga njerëzit e Erion Veliajt. Por këtë herë sabotimi i gjyqit në GKK për çështjen Veliaj është një shpërdorim i rënd i detyrës që ka një gishtë të drejtuar si akuzë ndaj Drejtorisë së Burgjeve që nga drejtori i ri i përgjithshëm tek drejtorit juridik tek struktura që marrin dhe çojnë njoftimet. I gjithë personeli i Burgjeve sot është nën akuzë pasi ka shpërdoruar detyrën i ka shërbyer Erion Veliajt për të sabotuar seancën gjyqësore të kësaj të mërkure dhe kjo është bërë flagrante dhe publike në prani të gjykatës dhe prokurorëve të SPAK, të cilët minimalisht duhet të çelin hetimet dhe të gjejnë përgjegjësit e këtyre veprimeve sabotuese ndaj një çështje gjyqësore. Ose përgjegjësit i çon drejtori para ligjit në rast se nuk është i përlyer dhe në rast se nuk i gjen ai, atëherë ai është pjesë e kësaj strukture dhe është SPAK-u që duhet të hetojë drejtorinë e Burgjeve për këto veprime antiligjore që çojnë tek vepra penale shpërdorimi i detyrës nga zyrtarët e lartë të Burgjeve.